Jemi tani me Cani Lazon, që është kryetari i kulturës në Maltëzi për shqiptarët, dhe është shumë rëndësishme që gjatë verës të diskutohet në lidhje me kulturën, sepse gjithmonë ajo është njerëzit e kanë më primare për të pasur sa më shumë aktivitete të tilla edhe për të qenë pjesë e tyre, sepse duam që të jemi pranë arkëtimit gjatë stinës së verës. Përshëndetje në radhë të parë dhe mirë se vjen tek ritmet verore. Faleminderit për ftesën, përshëndetje. Mendoj që unë jam kritik gjithmonë dhe nuk guxoj të ndryshoj stilin, sepse ashtu më njohin dhe në atë mënyrë kam arritur deri këtu, dhe mendoj që vetëm me kritika me vend, pra me argumente, mund të arrihet në nivele dhe standarde më bashkohore. Mirë, gjatë këtij viti, gjatë këtij sezoni veror, cilat kanë qenë disa nga aktivitetet kulturore dhe sa ka ndikuar kultura në këtë sezon për qytetin e Ulqinit? Po ka pasur disa aktivitete, kemi pasur panairin e librit, kemi pasur skenën verore. Mendoj që për kushtet tona dhe sa i përket sa kanë përkrahje financiare, ato janë të organizuar mirë, por gjithmonë mundet edhe më mirë. Por sa i përket anës tjetër, mendoj që Ulqini ka mbetur mbrapa sa i përket aktiviteteve që i ka rinia gjatë mbrëmjes, sepse ne kemi tash një orar deri në ora 1 ku çdo muzikë duhet të ndalet, që mendoj që ka ndikuar, pra se Ulqini ka pas gjithmonë një epitet pra të sezonit rinor, pra ka qenë gjithmonë si Ibiza. Tash kohës fundit e ka ndryshuar, ne kujtojmë kemi pasur pra diskoteka dikur deri në ora 3-4, por është e vërtetë që dikush nuk mundet. Kjo gjë tashmë mungon, si mund të përmirësohet për vitet në vazhdim, sepse të rinj normalisht duan të argëtohen edhe brenda qytetit të Ulqinit, edhe kështu që orari e has këtë vështirësi në fakt, edhe e has këtë si diskutim mes tyre që duan që të kenë një vend ku ato të qëndrojnë gjatë gjithë natës dhe të jetë në hapësira, sepse kuptohet që në hapësira të mbyllura mund të qëndrohet, ndërsa në hapësira të hapura është e pamundur, ka domethënë orarin ora 1 e mbrëmjes. Po është e vërtet, por ajo mund të shumë thjesht, sepse Ulqini ka shumë vende që nuk janë ashtu tepër të urbanizuara dhe të banuara, pra mund të organizohen pra në plazhet, mund të kemi edhe vende tjera pra bus detit ku mund të organizohen. Këtë e kemi pak si mangësi dhe mendoj që në të ardhmen do të përmirësohet dhe me institucionet adekuate, pra që do të ndikojnë që t'i japin leje, që të rinjt të kenë argëtim edhe pas orës 1. Okej, por për sa i përket vazhdimit të këtij viti, cilat do të jenë disa nga aktivitetet e tjera kulturore që do të ketë, le të themi, hapësira e Ulqinit? Po ne si Këshill Kombëtar i Shqiptarëve në Maltëzi kemi bërë shumë aktivitete sa i përket kulturës. Ne kemi në organizim edhe 28 nëntorin, pra që është dita e festës kombëtare. Ne kemi organizuar për së parit herë pra në Ulqin këtë vitin që lam pas, pra kemi organizuar orkestrin simfonik nga Teatri Kombëtar i Shqiptarëve pra nga Tirana. Po ashtu edhe si mjet këtë vit do të organizojmë gjatë tërë dimrit aktivitete kulturore, por sepse ashtu siç njeriu dëshiron të ushqehet pra me ushqim të përditshëm, ashtu ishte nevojshme edhe kultura, pra pse ne jemi të lanë anash, por ne kemi pasur një takim edhe me zonin ministrën pra Mirela Kumbaron që na premtoi që do të na ndihmojnë nga ky aspekt dhe tentojmë pra edhe pse është shumë vështirë, ne tentojmë të hapim edhe një teatr amator, pra ku do të kemi një regjisor nga Tirana që do të vijë të mësoj fëmijët tanë që të kenë edhe në atë aspekt fëmijët të merren dhe të zbulojmë talentet që në talente ka Ulqini, por është kjo stepja që ato kanë pak frikë, ose mirë le të themi nuk e kanë atë stimulin e duhur për të ecur dhe për të bërë diçka të bukur edhe këtu në Ulqin, sepse vetëm jashtë kur dalin janë më të çlirët në këtë kuptim. Kurse këtu megjithatë kanë ndikuar shumë aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike që janë realizuar edhe nga televizioni të UTA, të cilët kanë patur mundësi në këndim, në recitim, në balet të shprehin veten e tyre. Besoj se do të ketë vazhdimsi në këtë. Ne do të tentojmë pra që të bëjmë një teatr nga fëmijët nga gjimnazi dhe ato të kenë mundësi të shprehin talentin dhe të vazhdojnë, pra që nesër të ne kemi tash disa regjisorë dhe aktorë që kanë kryer shkolla, por të kemi sa më shumë, sepse Ulqini ka jashtëzakonisht talenta, sidomos për humor, ka njerëz që kanë shumë ideja dhe janë shumë të talentuar, por për fat të keq qytet i vogël provincë dhe ka mbetur, por si të thojnë pra një fjalë urtë, gjyqtarët e thojnë vazhdimisht që lepri i madh del nga gardhi i vogël.
E shpresojmë që në fakt Ulqini në ditën e vazhdim ose në vazhdim të ketë mundësi për të pasur një teatr, një kinema, të cilat janë që mungojnë momentalisht dhe të ketë sa më shumë aktivitete kulturore. Skena Verore ka qenë një ndërtar gjatë këtyre ditëve dhe ka qenë vërtet shumë interesant sepse ka mbledhur shumë edhe turistë përveç se edhe vendas të Ulqinit. Por kjo gjë duhet vazhdoj edhe gjatë vjeshtës, dimrit, kur ka më pak njerëz edhe kur atëherë mbase ka dhe më shumë nevojë që të ketë këto aktivitete. Ne momentalisht kemi një turizëm masovik, pra që shumë pak prefektojnë pra kalan dhe prefektojnë ngjarje me vlera artistike. Kjo është për fat të keq sepse Ulqini ka qenë destinacion i turizmit të lartë, por rrethanat janë të atilla që kemi arritur që kemi turizëm masovik. Mendoj që skena Verore ka qenë mirë, po mundet edhe më mirë, mundet të kenë më shumë turistë, sepse është e nevojshme për një vend turistik të ketë çdo natë, jo vetëm 20 ditë, po të ketë gjatë tërë sezonit, të ketë program, të ketë shfaqje, të ketë teatr, të ketë mbrëmje folklorike. Pra, jo vetëm edhe në qendra për kulturë, po të kenë të gjithë hotelet dhe sepse turistët ato nuk mund të rrinë të nditë në plazh dhe në Korzo, pra ato dojnë edhe aktivitete tjera. Që shoqërojnë gjatë ditës. Ndërsa një vit më përpara juve keni organizuar, ka qenë festivali i fëmijëve, diçka tillë, mund ta flis diçka më gjerësisht sepse ka qenë që ka pasur Jehon si organizim dhe ka pasur edhe të ftuar në të njëjtën kohë që është zhvilluar këtu në Ulqin. Ne kemi pasur pra 10 vite të festivalit të fëmijëve, pra festivali i fëmijëve është pra eventi më kryesor në qytet, ku mbledhen të gjithë të rinjt. Kemi pasur sukses, kemi pasur sepse fëmijët e kanë kërkuar Ardian Gaxhën dhe Florianin, ka qenë një natë fantastike që nuk harrohet. Ty zhduk vedi i thu se ka arë si dikur Michael Jacksoni dhe tanë ata fëmijët me celular me Androida. Pra ishtë një emocion pra që fëmijët nuk do të harrojnë. Ne do të vazhdojmë me festivalin e fëmijëve, pra përgatitjet fillojnë në shtator. Ju jeni marrë tek festivali i fëmijëve, besoj me fëmijët, për sa i përket edhe këngë, sepse dihet që jeni një ndër këngëtarët që ka vite që juve njiheni, jo vetëm në Ulqin, po gjithandej ku ka shqiptar, muzika jote është preferuar gjithmonë, ka qenë gjithmonë ajo dhe muzika hip-hopi që ndikon shumë në jetën tonë, sepse gjithmonë aty trajtohen problemet, jo vetëm dashuria apo jeta në përgjithësi siç janë të këngët e tjera, por tek hip-hopi ka gjithmonë ato problematikat e të rinjve në kohën kur ishin adoleshent, por edhe që do të vazhdojnë edhe me radhë, që vazhdon akoma edhe sot të jesh shumë fleksibël në këtë aspekt. Është e mirë kritika apo nganjëherë është e tepëruar? Zakonisht hip-hopi si rrymë muzikore, unë mund lirisht të them pra edhe se unë me grupin Piratit, pra Lord of Sea, unë dhe Sandri, kemi qenë të parë që kemi pas albumin hip-hop rap shqip në atë kohë, pra në Kosovë dhe në Shqipëri, por shumë rrallë dikush e përmend sepse ne shqiptarët nuk i kemi zakon ose t'i bëjmë gjëra shumë të mëdha ose mos t'i vlerësojmë hiç. Por sidoqoftë koha do të tregoj të vërtetën, pra në vitin 1993 kemi qenë shumë të rinj kur kemi realizuar hip-hop dhe temat kryesore në atë album ka qenë vetë albumi i quajtur Gjeneracioni Fundosur 1 dhe 2 dhe ka qenë një album shumë i pritur mirë, jo vetëm në Ulqin, se në Ulqin i shkallaj më baj njoftën, është vend i vogël, por ne jemi pritur në mbar diasporën, në Shqipni pak më pak, por në Kosovë jemi pritur shumë mirë dhe kemi pasur shumë sukses. Kurse tash ne vazhdojmë me kritika, edhe pse diku i pengon, por të gjitha vendet e zhvilluara, të gjitha vendet që kanë arritur diçka, të gjitha ato janë arritur me kritika. Por që është më rëndësi? Është më rëndësi që kritika të ketë argument. Tash kohës së fundit unë nuk jam më i njoftun, sepse secila shtëpi shqiptare ka nga një këngëtar, është bërë një hiperproduksion i këngëtarëve dhe YouTube-i na ka ndruar stilin, nuk kam atë lezetin kur të del albumi në CD, nuk ish më ai feeling dhe kjo është në mbar botën. Ti je tërhequr, do të thënë je dorëzuar përballë gjithë kësaj? Unë jam dorëzuar muzikës komerciale. Tash jam sjellur të bëhet muzikën që kam qef unë, pa marrë parasysh ai pëlqen dikujt. Unë du mi bë këngë si më kanë mua. Nuk du me përdor më as çifteli, as tupan, as elemente popullore. Do mi bë ashtu si janë unë. Nëse bëhet e njoftën, nuk më interesojnë as like-at, as views-at, as klikimet, as share-at.
Po mirë, muzika është mirë që të dëgjohet kur bëhet. Për shembull, cilit publik i drejtohesh ti muzikën tënde? Muzika lidhet direkt me inteligjencën njerëzore, pra mu më intereson më mirë të kem 10 vetë inteligjencë që do të ndëgjoj sepse një mas. Është për fat të keq çka ishte duke ndodhur pra me muzikën shqiptare që është duke unë vetë kam përzi dikur, por unë kam përzi për shkurt, nuk e kam përzi serios, por tash edhe nga televizionet kombëtare shlojnë muzikë tallava, shlojnë muzikë të huazuar. Gati e për krahin. Orientalizmi që për fat të keq është shumë keq për ne si kom, sepse ne kemi shumë prirje për muzikë dhe kemi pasur shumë talente, sidomos Shqipnia. Unë dhe jam shumë i kënaqur që bëj intervistë me ju sepse ndëgjoj një shqipe të pastër letrare, pra të përzirë me shkodrane që mu më kënaq sepse audienca jonë në Ulqin do të ndëgjoj se si duhet të tingëlloj gjuhë shqipe dhe jam shumë i kënaqur. Jam shumë e kënaqur unë që po të intervistoj, sepse ka vite që ne njihemi, edhe në fakt është e vështirë të gjesh temën për të diskutuar me ty, sepse je gjithë përfshirës, në shumë fusha je pjesë. Kështu që unë me Canin do të doja që ta vazhdoja intervistën, do të kemi një tjetër hapësirë për ta vazhduar intervistën, sepse kam shumë tema për diskutuar, edhe mirë që kemi sezonin e vjeshtës përpara për të bërë të tjera emisione, për të realizuar të tjera ditë ku patjetër do të ketë edhe problematikat shqetësuese që ka qyteti Ulqini dhe që unë dua t'i diskutoj me juve. Vërtet falenderoj që gjete pak kohë për të na rezervuar tek ritmet verore. Faleminderit dhe juve.